Që herët në mëngjes, në Velipoj ka nisur një aksion i gjerë pastrimi, pas prurjeve të forta që kanë depozituar një sasi të madhe mbetjesh për gjatë Bregdetit. Ekipet e shërbimeve publike të Bashkisë Shkodër, së bashku me 3 fadroma nga ndërmarrjet bashkiake, po punojnë pa ndërprerje në të gjithë vijën e rërës për ta rikthyer zonën në gjendje normale sa më shpejt të jetë e mundur. Sipas nënkryetarit të bashkisë, Alban Preka, puna do të vijojë deri në pastrim të plotë. Autoritetet lokale bëjnë të ditur se mbetjet e sjella nga uji janë pasojë e ndotjes së lumenjve dhe përrenjve në territor, një kujtesë se çdo hedhje e papërgjegjshme në mjedis kthehet tek ne dhe prek zonat turistike. Institucionet u bëjnë thirrje qytetarëve për më shumë kujdes dhe përgjegjësi në mbrojtjen e natyrës, ndërsa Bashkia Shkodër konfirmon se do të vazhdojë punën deri në pastrimin e çdo segmenti të zonës. Bashkia Shkodër është sot me gjithë punojësit e saj e angazhuar në një aksion masiv për pastrimin e gjithë sipërfaqes të rërës në plazhin e Velipojës. Me përgjegjësi të kryetarit të bashkisë, zotit Benedit Beci, sot gjithë strukturat po angazhohen me mjetet e tyre për të ndryshuar gjendjen e pastërtisë në plazhin e Velipojës. Një aksion faktikisht i mirëmenduar sot, duke përfshirë një numër të konsiderueshëm punojësish dhe mjetësh, pasi gjatë gjithë kësaj kohe është njekur me shqetësim situata e krijuar nga depozitimi i këtyre metjeve në sipërfaqen rëndore të plazhit të Velipojës. Aksioni do të vijojë në ditët në vijim deri në pastrimin total të gjithë sipërfaqes rëndore të plazhit të Velipojës.